Kryeministri Edi Rama e konsideroi takimin e përbashkët me kabinetin dhe grupin parlamentar socialist një moment të reflektimi mbi sfidat e drejtësisë së re. Me fjalim për hir të së vërtetës, unë besoj që duhet të shohim së bashku se jemi në një udhkryq të ri. Kryeministri Edi Rama e nisi fjalimin gjatë mbledhjes së përbashkët në kabinetin qeveritar dhe grupin parlamentar socialist në pallatin e brigadave dhe që zgjati 1 orë e 30 minuta. Ai e përshkroi udhkryqin si një situatë mjegullash botë kuptimore dhe erërash artificiale që kërcënojnë të ardhmen europiane të Shqipërisë. Nuk është një udhkryq dilemash strategjike apo raportesh të ndryshuara të forcave, po është një udhkryq mjegullash botë kuptimore dhe erërash artificiale që rrezikojnë të na mpijnë, na çorodisin dhe të na ngatrojnë pastaj me këmbët tona. Rama u shpreh se pavarësisht drejtësisë së re, ka krijuar një garë ndër prokuror dhe gjykatës që sipas tij shpesh kelin të drejtat dhe liritë e qytetarëve, duke nxitur bomba artizanale në çështje që në rastin më të mirë nuk janë penale. Në kushtet kur përtej zhurmës përditshme dhe përnatshme të bombave artizanale që plasin tenxhere, ka filluar edhe një lëvizje sportive prokurorësh lart e poshtë nëpër Shqipëri, të cilët janë turur në garën për mandatin e ardhshëm dhe të afërt të Spakut, duke prerë flet arreste në tufa për çështje që në rastin më të mirë nuk janë fare çështje penale, në rastin më të keq, kudo në botën që na rrethon, hetohen në gjendje të lirë. Pavarësisht lloj-lloj bombash artizanale që kurdisen nga lloj-lloj prokurorësh e gjykatësish lart e poshtë nëpër Shqipëri, të cilët shija e pavarësisë reale i u mjegullon arsyen, u erson syt dhe i nis në drejtime që të cënojnë pavarësinë e pushteteve të tjera. Kryeministri theksoi se kjo situatë provon aftësitë udhëheqëse dhe maturinë politike të vendit dhe familjes së tij politike, duke nënvizuar se ekzekutivi nuk do të lejojë ndërhyrje të jashtme për të imponuar dorëheqjen e anëtarëve të qeverisë. Melina Bagalluku mua më ka dorëzuar dorëheqjen 3 herë. Qysh në mbrëmjen e ditës kur ju ngrit akuza në fillim, jo për korrupsion, se është shumë interesant që të gjitha tenxherën bëjnë llogarit duke marrë shumat e shpenzuara për të ndërtuar të gjitha ato vepra, akuza nuk është për korrupsion. Ka akuzë për korrupsion, por për paparazinë tendera. Pastaj ma ka sjell përsëri me shkrim dorëheqjen kur u bë pezullimi dhe pastaj edhe një herë të tretë kur u ripezullua nga mosvendimi i gjykatës kushtetuese. Siç u kam thënë, e kam hedhur unë poshtë kategorikisht idenë e dorëheqjes. Përpara kabinetit qeveritar dhe deputetëve, Rama theksoi se gjykata nuk mund të zbatojë kërkesat e prokurorëve pa gjyq, referuar vendimit të pezullimit të Ballukut. Çfarë është përveç se ndërhyrje brutale në territorin e pushteteve të tjera, pezullimi i ministrit nga një prokuror dhe gjykatës me vendim të një seancë paraprake pa gjyq i pa ndodhur në historinë e botës. Çfarë është përveç se ndërhyrje gjymtuese në territorin e pushtetit legjislativ, përpjekja e një shoqate përfaqësuesish të gjyqësorit për të rritur pagat e veta me gjyq. Çfarë është rasti më i fundit? Përveç se ndërhyrje në territorin e pushtetit legjislativ, vendimi i gjykatës kushtetuese për se si parlamenti ka vendosur të ndaj komisionet parlamentare. Hapu dhe. Teksa paralelizoi drejtsinë e re me qeverinë e vitit 1992, Rama u shpreh se sot nuk ka panshmëri. Mirë është ta kujtojnë se ku ishin fshehur eksaktësisht kur Pararsi e ngrinte, puçiste dhe e ulte lavire prokurorën e përgjithshme.